që me thuhet e herës, ai qytet ka pasur disa shtrëngëzime, duhet të dihet për përmbytjet dhe në ndërshekuj ka pasur shtrëngëzime si qytet. Që ajo lagje dhe ajo komunitet është bërthama i qytetit. Pra, ato shtëpia kanë ekzistuar historikisht, sot që po flasim. Aty kanë qenë gjithmonë, ajo është qendra historike. Besoj si të gjithë dhe ju keni dalë jashtë, keni parë qytetet të tjera, qoftë në Itali, qoftë në Dubrovnik, në Kroati, qoftë në Budva, që çdo qytet i cili ka një histori të hershme, siç është Durrësi, ka dhe një qendër historike. Po, për të treguar identitet, po. Për të treguar identitetin. Në rast se ti dhe këtë do ta shkarosësh, do ta zhdukësh, për hir se aty do të bëhen hotele dhe hotelet kanë të domosdoshme që shtëpiat tona të kenë fusha dhe gjetëburime, sepse ndoshta në të nesërme mund vendosen bëjnë aty lokal, po them. Atëherë kjo ne për ambetën e gëstojmë dhe kundërshtojmë projekt. Projekti nuk ka transparencë.